Ati nëse ngren zotin kundër zullumçarit, nëse priftat, nëse priftat edhe hoxhallarët mirën me politikë, ku po na jetë besimi, bre, kush do të na tregë, kush do të na besimi është që aty, te i shtypuri, sepse ti ki mu pyte zoti, janë 3 llojet njerëzve, majnin mend qëto, 3 llojet njerëzve, një është zullumçari, tjetri është mazlumi i shtypuri si une, po bërtet. Une nuk i tutëm frigën për i zullumçarve kom hik. I shtypuri veç pak, këtë filmat i kena... Tushit, lutëm veç pak se është shumë e rëndësi. Pra, zullumçari, i shtypuri që bërtet, edhe i shtypuri që është indiferent, është frikacak, tutët aj me ngrit zonin, tutët prifti me danë në bulevard, me ka populli për krahu, me thonë valla feja krishtere koka e mirë, qëre që shpëna për krahu prifti, tutën ata, tutët hoxha me dal aty, prandaj, ata thot, të cilët janë tucana, edhe nuk e ngrejnë zonin kundër shtypsit, ata i kanë ndihmu shtypsit, zullumçarit. Ata që ka heshtin kundër Romës, ata janë me Romën. Mos u arsyetoni as para Zotit, as para popullit. Ju që ka heshtni për padrejtësit, për shqipje, për korupcion. A na që ka nuk heshtim, ose vdesim shehit, dëshmor, ose mbesim hero. Zonja i Bolle, lutem kam një pyetje për pyetjen nimoni Romës me heshtjen e juj. Zonja i Bolle. A mendon që kanë frikë, ta? Të shpesh pak, zonja i Bolle, lutem kam një pyetje për ty. E kanë shit fen. Hoxha jeton pre Allahu Ekber. E fal namazin me pare. Unë e fali namazin pa pare. Qka duhet hoxha, gjenazën me mala, hiq malan qika jeme, djali jem, nuk është ajo najtë ceremoni kur gjo, si kur të lahët njëri, e lanë vajza nonën, e më shtjel, e pagun dikon shqyqyra jo, toka është e shtetit, nuk është e hoxhallarve. Me të një shefqet krasnici pështyne 2-3. Zonja i Ballet, lutem veç edhe i pyetje po ta me ta bo, si një besimtare, i thu vetit një besimtare devolshme e cila beson në Allah. Nëse priftrinjet, hoxhallarët, edhe shehlerët, kleriket gjithë, mirën me popull, dalin protesta, ata mërmenja që do të ketë një problem që ata duhet mirën me besimin, ata janë debetuar para Zotit që vetëm ta spjegojnë, në mësojnë për fjallën e Zotit. Banë priptje dhe hoxha mu morë me politikë, a i motër. Okej, një pyetje. A është fjalla e Zotit mos e shtyp dvarfërin, mos ja vjedh fukaran, mos bon padrejtësi, mos korrupto, a është fjalla e Zotit? Me ty jam. Atëherë, pse s'po del me ngrit zonin kundër zullumçarit? Që kjo është fjalla e Zotit, që aty ti ki me pas dashnin e popullit, krishterimi ka me lullzu, islami ka me lullzu në mënyrën e vetë, ata që janë të cana, ata bashk me Edi Ramën, bashk me kriminelt, kanë me shku në xhehenem, unë ta garantoj, nëse s'po thonë, Allah i bon mëshirë inshallah. Ama ti me lonë popullin e shtypën me zi po jetojnë, anena po pasëron në shpatullat e fukaras. Po qka kemi mi thonë një pëndembre? Une kom e shkrujt një liber. Une kom shkrujt librën e fundit. Do shta mu s'po më shqitet, po si kom shtyp shumë, janë 200 copa se veç du mi dhanë. Po une kom dëshmi para Zotit, qëre, stërgjyshja jote, Iqbal Berisha Uduti, e ka shkrujt një liber për ju, pas në ngradë, mirë po, edhe ka qenë kundër zullumçarve. E ata qka nuk janë kundër zullumçarve, ata i ndihmojnë. I ndihmojnë zullumçarit. A kur jeti i drejt, kur ti nuk e ke shit fejnë tënde,
kapni me uniforma që shku në Francë, Baba Mondi, këta të Shkodrës, Myftinia, kur e mytën ato që ka e ka bo karikaturën e profetit Muhammed, a shku në i grupi komplet shku në për midis Francës, në për rrugët e gjona, rendi i priftave, i hoxhallarve, i peshkopve. Ketë shqiptarë. Aty po bojka më shku në politikën e Francës, në politikën e vendit s'po bojka. Bravo, Gjithmonë me tyja, hoxhallarët me edhe tyja priftat shtu. janë konë të shitëm. Me tyja, Sultanve. bravo. Sultanve janë konë të shitëm, edhe tutën se sultant mos po vinë këtu. Turpi ka Trinjet një edhe hoxhallarët Allahi duhet ka më thënë, lut nuk ja veç për marr pas. turpin, Veç nuk për ja marr pas. shpirtin, shiko. Vladin, veç Allahi ka thonë, nuk Fal, ja një marr minutë. shpirtin, Fal, pa i valla, turpënu. Veç Ata të një fjalë me cilët e Dua kanë Xhimin. pas votën e popullit. Tushe, Hajde, a se a po dojnë shpirtin me edhe fol dikush pak tjetër. beren tushe ajo. Pa tjera pse jo? Hajde, zotëri Peca Ermani, Dugaxhini, Tushi, kështu unë e mendoj. Zoti thot, nëse ta ka dhonë Zoti një pozit, unë jam Zoti shpis, edhe pike që trajtoj antarët e familjes, ose jam kryetari i lagjës, ose jam kryeministri një populli, dhe ma kanë dhonë votën, Albin Kurtit ja kemi dhonë votën 52%, dhe e keq përdor votën e ti, Zoti thot nuk kom ja marrë shpirtin, pa ja marrë ftyrën. Zoti ka premtu. Prandaj, o njerëz, ngrihuni për hir të fukaras. S'paku ngreje pak zonin ton, djen Shqipni, pasha të madhin Allah, çdo mbrëmje që të ndom ulëm, e lishoj life edhe veç lutëm, o Zot, ndihmoj të shtypërve, o Zot, boll mo grabitje, boll mo edhe vendin me tashit,